Përshëndetje, kuzhina Nirit sot ka vendosur përgatit mish të viçit, të butë ose të lupës, që bëhet shumë i shishëm në tenxhere kur keni mysafir po ashtu. Këtu pra çka na nevojitën për përbërësve janë 2 kg mish të viçit ose të lupës, nga pjesa e qafës është mishi pra. E kemi pastru normal edhe kemi qitë në një pjatë, 4 qep të mdhoja, 200 ml me vaj, mandej kemi marrë 500 ml me ujë të ftoftë, në omën tjetër 2 lugë të gjellës veget, gjys lugë të gjellës me biber të zi edhe gjys lugë të gjellës me krip. Bismillah, fillojna tash me njëherë me përgatitjen. Morëm pra tenxheren edhe e lshojna shpëretin, morëm 200 ml me vaj, e qesim me tenxhere edhe e lojna vajin që të nxehet. Pasi që vaj është nxehur, i morëm tash tjetë edhe 4 qep. Na tenxhere. I fërëmi ka vëdisë qep për 2-3 minuta. Morëm copat e mishit, 2 kg mish. Qesim tenxhere. Kemi qip edhe mishin për 2 kg në tenxhere. Zina pak. Poshtë në qep për i përgatisim. Në herën të fillim e lëmë në temperaturën 9, po mas 9. Pasi që të qesim po në mesat edhe ujnë, e ullëm temperaturën në 3-4. Qesim në mesat të gjitën, të gjellës, gjys lugë biber të zi, gjys lugë krep, gjys lugë të gjellës. Shtojnë ujnë, që përzina një pra po gjitha edhe ullën temperaturën për rreshme se më kohë. Këllojnë animal, tenxhere në kapak. Në anën tjetër i kom orë pesat, i kom pjesë prasër një shporet, edhe i kom shkrim një qepët në elonit, i kom lënë në zhuk, i kom qeruja, i kom qitë ka pas krep brenda, vaj ulliri, 4 përbit pudrës, magdanoz të tërë, edhe i ka dhe bitë shtu, edhe i lënë në një kavanoz të qelë, që të kam të pudrë të mandej të tashme të sërbim. Mishin e kemi zi për 1 orë e 35 minuta në temperaturë të ullt. Është zi i butë që ndahet me të vërtet fije. Si shpeshif në sërë të nxehtë. Në anën tjetër tash morëm 1 gotë të qajt me ujë të ftoftë, 2 lugë të gjellës me një sheste, 1 lugë të mesme me biber të kuq. Bismillah, i hedhim një shesten edhe biberin e kuq në një pjatë vogël edhe shtojna ujnë e ftoftë. I përzina me tel të turës derisa të tretet pra një sheste. Tash e morëm pra një shesten edhe biberin e kuq që kemi përzinë ujë edhe ja qesim në tenxhere edhe i përzina me
lukët e drurit edhe një 2 valë lojna që të merë edhe mishi është gati. Ja kemi dhonë edhe 2 valë edhe mishi duket kështu. Një mish perfekt me sosin po ashtu perfekt, si shpeshifni. Mundeni me servu, ona shpra me pilaf, edhe ka një knosh që ndohet fije një mish i but, por mos harron pra e merrni pjesën e qafës, mishin, që ju bëhet perfekt. Keni me provu edhe keni më bind vetë. Super recet, mish i but që ka një knosh. Allah e na pranoft agjerimin, lutje tona, nëse provoni ju lumë shënduar dhe ju beft mirë, deri në recetën e radhës nga kuzhina njerit, ju them mirë po fshim.